Erdhën së bashku, por kontrollit ju nënshtrua një nga një. Policia Kosovës të dielën po zbatonte masa rigoroze të sigurisë në Gazimestan, ku po shënohet Vidovdani, festë tradicionale serbëve nga Kosova dhe jashtë saj. Pos çantave që u kontrolluan për simbole nacionaliste, vëmendje po I kushtohet edhe veshjeve që kanë mysafirët, të cilët u mblodhen për të kujtuar 637 vjetorin e betejës së Kosovës. Për disa, organizimi përmirësohet nga viti në vit. Ne vizituam patrikonën e Pejës, kishën në Shëmpremtes, pam atë që duhet parë edhe atë që nuk do donim ta shihnim. Ishim edhe të lumtur, edhe të pikluar. Ishim në Graçanic po ashtu, kaluam shumë mirë dhe të gjithë na pritën ngrohtësisht. Erdhëm këtu për të bërë homazhe për të gjithë të parët tanë dhe për traditën tonë. Për të tjerë, kujtimi mbeti tek lufta zhvilluar në atë periudhë. Për ne serbët, kjo ka një rëndësi të veçantë. Kemi ardhur për të përullur para kujtimit të heronjve tanë që ra në betejën e Kosovës. Pati edhe nga ata që provokonin kamerat. Mes lutjeve fetare, Peshkopi Ilarion nga Gazimestani dërgoi mesazhe paqje. Kur dikush dëshiron të na marrë diçka me forcë, kur dëshiron të na ndaloj beslidhjen, kur na ndalon fjalët, ne ruajmë dinjitetin tonë dhe dëshirojmë të qëndrojmë të palekundur edhe në vendet më të vështira. Por porosiqoi edhe për banorët rezident. Edhe fqinjve tanë që jetojnë këtu me ne, u dëshirojmë të mirën dhe dëshirojmë të trashëgojmë së bashku gëzimin e së mirës. Sikur në hyrje, jo të gjithë u përmbajtën në dalje nga mesazhet provokuese. As I vjet nuk mungoi kënga që pretendon Kosovën si pjesë të Serbisë. Por këto veprime të ngjajshme, disa prej pjesëmarrësve përfunduan në pranga të policisë.